Qeveria mori vendim për ulje të TVSH-s për benzinën dhe dizelin, megjithatë pritet rritje e re të çmimeve. Procesi gjyqësor për rastin e tragjedisë në Koçan vazhdon të përballet me sfida serioze, thonë ekspertët e drejtësisë. LSDM dhe VMRO TPMN kanë vazhduar të shkëmbejnë akuza për përfshirje të njëra tjetrës në afera korruptive. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka dhënë ultimatum 48 orë Iranit për hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka mbajtur sot mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth shtrejtimit të derivateve të naftës. Në këtë mbledhje u vendos që të ulet në 10% TVSH-ja për naftën dhe benzinën, vlerësuar në bazë të rritjeve të çmimit të naftës në tregun global. Nga e hëna, çmimi do të duhej të shtrejtohet për 10 denar për dizelin, ndërsa për derivatet e tjera për 6 denar. Megjithatë, me uljen e TVSH-s, qytetarët do të paguajnë 3.5 denar më shumë për litër, ndërsa ai benzinës pritet të mbetet i pandryshueshëm. Përderisa qytetarët edhe shoferët presin me ankth ditën e hënë, atëherë kur Komisioni Regulator për Energjetik merr vendim për çmimin e derivateve të naftës, kryeministri Christian Miskovski njoftoi se qeveria ka marrë vendim për uljen e TVSH-s për benzinën dhe dizelin nga 18 në 10%, me qëllim që, siç tha, të zbutet goditja ndaj qytetarëve. Me këtë vendim, Miskovski tha se çmimi i benzinës pritet të mbetet i pandryshuar, ndërsa çmimi i dizelit të rritet rreth 3.5 denar për litër. Si qeveri me përgjithësi, sot në seancë qeveritare sollën vendim të ulet TVSH-ja e benzinës dhe dizelit nga 18% në 10%, dhe nëse kjo merret parasysh, presim që çmimi i benzinës të mos ndryshojë, ndërsa çmimi i dizelit të rritet rreth 3 ose 3.5 denar për litër. Me këto masa, Miskovski tha se qeveria u del në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, ndërsa ai u bëri thirrje edhe tregtarëve që të mos të shfrytëzojnë këtë situatë që të fitojnë në kurriz të qytetarëve. Qeveria bën thirrje për përgjegjësi nga tregtarët dhe prodhuesit. Askush nuk duhet të përfitojë në kurriz të qytetarëve. Do të ketë kontrolla të shtuara dhe çdo abuzim me çmimet do zbulohet dhe do të ndëshkohet. Megjithatë, Miskovski tha se Maqedonia e Veriut ka çmime të derivateve të naftës më të lira në rajon. Ai shtoi se masa do të jenë në fuqi për 2 javë të ardhshme, duke filluar nga e hëna, me mundësinë e zgjatjes nëse është e nevojshme. Edhe shtetet e rajonit kanë filluar me ndërmarrjen e masave për tu përgjigjur çmimeve të larta të karburanteve në tregjet botërore që erdhën pas fillimit të luftës së SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit. Shqipëria dhe Serbia kanë paralajmëruar një ulje të akcizës së naftës, ndërkohë Slovenia ka kufizuar furnizimin me karburant për qytetarët dhe personat juridik. Kriza e çmimeve të naftës ka përfshirë të gjithë rajonet e Evropës, duke detyruar qeveritë të ndërmarrin masa të menjëhershme për të përballuar pasojat ekonomike. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të karburanteve ka ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe në funksionimin e bizneseve, duke rritur kostot e transportit dhe të produkteve bazë. Përballë kësaj situate, shtetet e rajonit kanë filluar me marrjen e masave që të zbusin ndikimin e krizës dhe të ruajnë stabilitetin ekonomik në një periudhë sfiduese për kontinentin. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi së fundmi se planifikon ulje të akcizës së naftës për rreth 20% për të lehtësuar barën mbi përdoruesit e automjeteve. Rama vuri në dukje se qeveria po përgatit edhe projekt ligjin për rezervat strategjike, i cili ndodhet në konsultim publik dhe po planifikon ndërhyrje të reja në tregun e karburanteve për të garantuar ekuilibrin e çmimit dhe transparencën e lëvizjeve të naftës në vend. Slovenia ka kufizuar furnizimin me karburant për qytetarët dhe 50 litra në ditë. Sipas masave të miratuara në stacionet e karburanteve, është e lejuar që çdo individ të furnizohet me maksimum 50 litra karburant në ditë, ndërsa për personat juridik dhe individet që ushtrojnë veprimtari përfshirë bujqësinë, lejohet deri në 200 litra.
Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi masa për periudhën në vijim, përfshirë lirimin e rreth 40.000 tonëve të naftës nga rezervat shtetërore dhe uljen shtesë të akcizave me 40%. Ministrja e Minierave dhe Energjisë së Serbisë, Dubravka Đedović Handanović, deklaroi më 21 mars se shteti i saj po negocion me kompanitë e naftës për të gjetur mënyrën më të mirë dhe çmimet më të mira me të cilat do t'u ofrojë 40.000 ton naftë nga rezervat shtetërore. Kanë vazhduar reagimet në lidhje me rastin e drejtorit të Inspektoratit të Bujqësisë, i cili u kap duke marrë rishfet. LSDM-ja ka akuzuar sot se bëhet fjalë për një problem më të thellë sipas tyre. Në këtë skandal janë të përfshirë edhe persona të tjerë të Ministrisë së Bujqësisë. Ndërkohë, nga VMRO thonë se LSDM-ja shqetësohet sinqerisht për korrupsionin, atëherë do të distancohej nga funksionarët e saj të përfshirë në afera korruptive. Një tjetër akuzë për korrupsion vjen nga opozita. Sipas LSDM-s, një skandal i ri korrupsioni po trondit qeverinë e Mickovskit dhe Ministrinë e Bujqësisë, duke u lidhur sërish me kriminalitet ndërkufitar. Nga LSDM thonë se drejtori i arrestuar i Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi, Vase Anakiev, ka kërkuar rishfet prej 100.000 eurosh për të lejuar import të mallrave që nuk i plotësonin kushtet. LSDM thekson se rishfeti është negociuar përmes një ndërmjetësi, një shpediteri, ku sipas partisë kësti i parë prej 50.000 eurosh tashmë është paguar. Nga LSDM thonë se skandali më i madh i narkotikave me 5 ton drogë që përfundoi tek një funksionar i partisë së tyre si Motër, SNS në Serbi. Siç thonë ata, ishte i lidhur me kontraband përmes kufirit, ku deri më sot ende nuk është zbardhur. Nuk është e mundur që një drejtor të jetë i përfshiri vetëm në skandale të tilla, pa një rrjetë më të gjerë dhe pa mbështetje institucionale. Ka pasur edhe një rast tjetër ku arrestua një drejtor nga VMRO, gjithashtu për rishfet prej 50.000 eurosh, pas së cilës u pezëllua programi i parë të Përbujqit. Nuk është e mundur që të ketë kaq shumë korrupsion në nivelet më të ulta, ndërsa ata në krye të ministrisë dhe në qeverinë më të korruptuar të Mickovskit të mos kenë ditur, deklaron LSDM. Ndërkaq, nga partia në pushtet, VMRO DPMN thonë se LSDM është një parti që në vend që të luftoj krimin dhe korrupsionin, e toleron, e mbulon dhe e mbron atë. Sipas VMRO DPMN-s, në strukturat më të larta partijake, ende gjenden persona me vendime gjyqësore. Në vend që të distancohen edhe të dënojnë, si në rastin e Artan Grupit, Filip Andov, Stokol, Bisera Konstantinovska, Stojqevska, ish drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkët, LSD, heqt dhe injoron krimin dhe korrupsionin, sidomos të ish funksionarëve të vet, gjë që e minon edhe më shumë besimin e publikut. VMRO DPMN deklaron se gjatë periudhës së kaluar, publiku ka qenë dëshmitar i shumë afermave dhe dyshimeve për korrupsion të lidhura me ish dhe aktual funksionar të LSDM-s. Dhe sipas tyre, në vend të një dënimi të qartë dhe zbardhjeve të rasteve, LSDM ka zgjedhur të heqt. Ata thonë se nëse LSDM vërtet angazhohet për drejtësi dhe sundimin e ligjit, atëherë të distancohet qartë nga të gjitha dyshimet për krim brenda radhëve të veta dhe sipas VMRO DPMN-s të mbështes një hetim të plot, të pavarur dhe transparent për çdo rast ku ka dyshime për krim dhe korrupsion. Gjykimi për rastin e tragjedisë në Koçan përmban pengesa serioze për një proces të drejtë dhe efikas, kështu ka vlerësuar Darko Avramovski nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë. Ai thotë se një nga gabimet kryesore është fakti që të gjithë të akuzuarit ndiqen për të njëjtën vepër. Një vit pas tragjedisë në Koçan, procesi gjyqësor ndaj 35 personave dhe 3 kompanive vazhdon të përballet me sfida serioze. Për ekspertët e drejtësisë, mënyra se si është ndërtuar rasti dhe ndryshimet në kodin penal po ndikojnë drejt për drejt në rrjedhën dhe epilogun e tij. Drejtori ekzekutiv i koalicionit të gjithë për gjykim të drejtë, Darko Avramovski, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rasti është konceptuar në mënyrë problematike që në fillim duke krijuar pengesa për një proces të drejtë dhe efikas. Publiku pret shpejtësi, por ne presim drejtësi dhe thelbësim. Problemi është se sistemi aktualisht nuk po arrin të tregojë kapacitet për të dyja, një rast kaq i madh do të përballet me zvarritje dhe vështirësi. Sipas tij, një nga gabimet kryesore është fakti që të gjithë të akuzuarit të ndiqen për të njëjtën vepër, ndërsa një pjesë e tyre duhet të hetoheshin për korrupsion.
Ndryshimet në kodin penal, thot ai, kanë ndikuar që shumë vepra të rrezikojnë parashkrimin. Ky është një rast tipik i dëmit kolateral nga ndryshimet në kodin penal, sepse ato miratuan pa analiza të qarta për pasojat që mund të kenë në raste konkrete. Në këtë rast, një pjesë të akuzuarve duhet të ndiqeshin për veprat që lidhen me korrupsionin, por për shkak të ndryshimeve ligjore, ekziston rreziku që këto vepra të parashkruhen. Kjo jo vetëm që ndikon në rrjedhën e procesit, por edhe në mundësinë për të arritur drejtësi të plotë. Ndërkohë, sfidat në sistemin e drejtësisë mbeten të shumta, nga mungesa e stafit dhe burimeve deri te besimi i ulët i qytetarëve. Sipas Avramoskit, ndryshimet ligjore nuk mjaftojnë pa analiza reale dhe zbatim në praktik. Ai theksoi se pa reforma thelbësore dhe funksionim efektiv të institucioneve, rastet e tilla do të vazhdojnë të zvariten, duke lënë në pikpyetje drejtësinë dhe besimin e publikut. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 7 raste të dhunës në familje në vend. Nga atje, informojnë se 3 persona janë arrestuar, ndërsa rastet e tjera janë në proces të dokumentimit. Sipas MPB-s, në Gostivar, një burr 43 vjeçar është arrestuar pas një sulmi fizik ndaj gruas së tij. Në Negotin, një 73 vjeçar ka sulmuar gruan dhe vajzën e tij ndërsa ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Po ashtu në Shkup, Gjevgjeli dhe Strumic, disa gra kanë raportuar sulme fizike nga bashkëshortët e tyre. Disa nga viktimat morën ndihmë mjekësore dhe të gjithë rastet do të ndjekin procedurat ligjore. Autoritetet po bëjnë hetime për të zbardhur plotësisht ngjarjet dhe për të siguruar drejtësi për viktimat. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka parandaluar importin e rreth 50 tonëve ushqim të pasigurt në vend. Në pikën kufitare Qaftan, agjencia ndaloi importin e 27 tonëve mish të grirë me origjinë nga Paraguaji. Arsyeja është se mishi vinte nga një strukturë pa miratuar nga agjencitë që do të thotë se nuk i plotëson standardet themelore të sigurisë dhe përbën rrezik për shëndetin e konsumatorit. Përveç kësaj, inspektorët penguan edhe importin e 22 tonëve arra nga Kazakistani për shkak të etiketimit jo adekuat dhe devijimeve nga kriteret e përcaktuara të cilësisë dhe sigurisë. E gjithë ngarkesa është kthyer në vendin e origjinës dhe nuk lejohet të vendoset në tregun e Maqedonisë. Agjencia u ka bërë apel importuesve që të zbatojnë në mënyrë strikte rregulloret ligjore, duke theksuar se mbrojtja e shëndetit të qytetarëve mbetet përparësia e tyre kryesore. Presidenti SBA-s Donald Trump i ka dhënë ultimatum 48 orë Iranit për hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit. Ai e publikoi kërcënimin të shtunën në orën 19:44 sipas kohës lindore të SBA-s, që do të thotë se caktoi një afat deri vonë të hënën. Në të kundërtën, ai paralajmëroi shkatrim të elektranave kyçe të Iranit. Teherani thotë se ngushtica është mbyllur vetëm për armiqtë të Iranit. Ndërkohë, kryeministri i Izraelit i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të bashkohet luftës kundër Iranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi të shtunën se do t'i shkatrojë plotësisht termocentralet e Iranit, duke filluar me më të madhen nëse Teherani nuk hap ngushticën e Hormuzit brenda 48 orëve. Nëse Irani nuk e hap plotësisht pa kërcënime ngushticën e Hormuzit brenda 48 orëve nga ky moment i sakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin dhe do t'i shkatrojnë termocentralet e tyre të ndryshme, duke filluar me më të madhen, shkroi Trump në rrjetet sociale. Ai nuk specifikoi se cilit termocentral i referohej si më i madhi. Përgjigjja e ushtrisë së Teheranit ka qenë e prerë: ne do të godasim infrastrukturën energjetike dhe të IT-së së Shteteve të Bashkuara, tha një zëdhënës ushtarak për agjencinë Fars. Ali Musavi, përfaqësuesi i Iranit në OKB, shtoi: ngushtica është e mbyllur vetëm për armiqtë tanë, ndërkaq ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi u bëri thirrje vendeve të pavarura që të ushtrojnë presion ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për të ndalur luftën e tyre kundër Iranit. Diplomati i lartë iranian tha se çdo përpjekje për t'i dhënë fund luftës duhet të përfshijë garanci që SBA-ja dhe Izraeli nuk do ta sulmojnë sërish Iranin,
sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmet me raketa ndaj qyteteve izraelite pranë vendeve të shenjta të Jerusalemit si dhe drejt një baze ushtarake britanike në Oqeanin Indian, së bashku me mbylljen pothuajse të ngushticës së Hormuzit, janë të gjitha prova se Irani përbën një kërcënim për botën. Ka ardhur koha që liderët e vendeve të tjera të na bashkohen, u tha ai gazetarëve të huaj. Një ditë pas ultimatumit të presidentit Trump, Irani ka intensifikuar sulmet ndaj Izraelit. Sirena alarmi u dëgjua në të gjithë Izraelin, ndërsa Irani lëshoi raketa të reja të dielën. Në jug të vendit, banorët u përballen me shkatrime në qytetet Dimona dhe Arad. Franca dhe Gjermania i kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti angazhimin në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Në letrat e tyre të urimit pas rizgjedhjes së Kurtit në krye të qeverisë, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz kanë shprehur mbështetjen e tyre në këtë proces. Merzi ka thënë Kurtit se para qeverisë qëndrojnë detyra sfiduese, duke shprehur bindjen se ajo do t'i marrë vendimet e duhura për integrimin e nevojshëm euroatlantik të Kosovës, ku në to përfshihen edhe përparimet e mëtejshme në dialogun me Serbinë. Ndërkohë, Macroni ka shkruar se Franca gjithashtu do të vazhdojë të qëndrojë krah Kosovës dhe do t'i mbështesë përpjekjet për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Tutje ka shkruar se marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit kanë përcaktuar drejtimin dhe u takon të dyja palëve të zbatojnë angazhimet të ndërmarra në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sonte në televizionin shenja do të jepet dokumentari për Ozdemir Bayraktar, i cili qëndron pas sistemit të avionëve pa pilot Bayraktar, i cili nuk është më thjesht teknologji, por është simbol i një epoke të re në mbrojtjen dhe dominimin ajror. Bëhet fjalë për një histori që ndryshoi rrjedhën e teknologjisë ushtarake moderne, po vjen për herë të parë për publikun shqiptar. Dokumentari një Akëndxhi kaloi nga kjo botë. Premiera e këtij dokumentari do të jepet në televizionin shenja në orën 21, ndërsa ritransmetimi do të jepet të mërkurën në orën 22:30. Në televizionin Era, dokumentari vjen me premierë të hënën në orën 22:30, ndërsa do të ritransmetohet të ejtën. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.